Personat që hanë qep urgjent duhet ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Në video tona të mëparshme kemi folur vazhdimisht për hudhrën dhe efektet e saj në shëndet dhe gjithashtu në organizëm, por krahas hudhrës, ekzistojnë gjithashtu edhe një perime tjetër e mrekullueshme të njëjtës familje, që mund të sjellë shumë dobi për shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ndoshta disa nga ju e dini se qepa është shumë e mirë për shëndetin. Ja disa probleme shëndetësore që mund t'i lehtësoni me përdorimin e qepës në mënyrë të përditshme në recetat tuaja. Qepa është një produkt fantastik që mund të ndihmojë kundër veshëve të bllokuar. Me anë të një thike të vogël hidhni bulbin e qepës në vesh dhe në kanalin e veshit. Kujdes mos e shtyni shumë brenda. Më pas e lini të qëndrojë gjatë gjithë natës. Kur të zgjoheni, dylli do të jetë zbutur dhe do ta keni më të lehtë të pastroni kështu kanalin tuaj të veshit. Qepët janë një përzgjedhje shumë e mirë kundër djegjeve. Qepët janë shumë të dobishme kur vjen puna tek djegjet. Prisni një qep në 2 pjesë dhe vendosni përgjysëm në vendin ku jeni djegur. Mbajini për 5 deri në 10 minuta. Do të minimizoni dhimbjet dhe do të zbusë gjithashtu edhe djegjet. Kjo metodë zbulua si një mënyrë lehtësuese kur nuk keni mundësi që të shkoni te specialisti. Qepët mund të normalizojnë gjithashtu edhe temperaturën e trupit. Kjo është mënyra më e mirë natyrore për të ulur temperaturën. Kjo këshill vlen edhe për ata persona që kanë të vështirë të marrin trajtime të specializuara. Eliminon toksinat nga trupi. Hani her pas here qep të freskëta përpara se të flini. Siç e dini, gjatë natës organizmi filtron toksinat dhe do ta keni në mënyrë më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të evitoni kështu komplikacionet e tij. Përdorimet të tilla të qepës do të japin rezultate fantastike për shëndetin tuaj, duke lehtësuar kështu edhe komplikacionet e tij. Qepa është e mirë kundër pickimit të bletës ose të grerzës, duke dhënë kështu rezultate paraprake efektive kundër këtyre komplikacioneve. Këto pickime mund të jenë shumë të dëmshme, veçanërisht nëse jeni alergjik ndaj insekteve, por mos u friksoni. Merrni menjëherë një qep të shtrydhur dhe vendosni atë në zonën ku jeni pickuar. Kjo do të jetë një mundësi lehtësuese për rastin tuaj specifik dhe të përmirësoni gjendjen tuaj shëndetësore. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit dhe si e tillë duhet të përdoret me kujdes në mënyrë që përfitimet e saj të jenë të menjëhershme lehtësuese për organizmin dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Ekspertët e Healthline cilësojnë qepën si një prej përzgjedhjeve më të mira shëndetësore në betejën kundër komplikacioneve. Përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë vërtet fantastike. Qepa është një produkt fantastik shumë i mirë kundër problemeve të ndryshme kronike. Bashkë me shegën dhe çajin e malit që cilësohen si super ushqime të shëndetshme për njeriu, qepa renditet gjithashtu ndër ushqimet më superiore. Qepa ka aftësi të parandalojë edhe është e dobishme në trajtimin e shumë komplikacioneve kronike, siç janë ato koronare, diabeti tipi 2 e të tjera. Qepa është shumë e rëndësishme sepse përdoret gjithashtu edhe në ushqimin tuaj. Ekspertët thonë se përbërësit e qepës janë jashtëzakonisht të mirë në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, efektet pozitive të saj do të jenë edhe më të mëdha në shëndetin tuaj ditor. Ekspertët tregojnë se shtimi i qepës në dietën tuaj ditore do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni organizmit, gjithashtu edhe të lehtësoni komplikacionet e tij. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin e zemrës. Qepa arrin të mbrojë zemrën shumë më mirë se sa produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon gjithashtu edhe forcimin e enëve të gjakut, duke i bërë ato edhe më elastike, gjithashtu edhe më të mira për shëndetin tuaj. Gjithashtu ekspertët tregojnë se përfshirja e qepës në dietën tuaj ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve.
Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemeve të diabetit. Qepa ka aftësinë të ulën ndjeshëm gjithashtu nivelet e sheqerit në gjak, duke e bërë atë një prej elementeve më të mirë ushqyes në betejën kundër rritjes së papritur të sheqerit në gjak. Qepa është e mirë edhe kundër problemeve të mbipeshës, ndaj sigurisht përfshirja e qepës në dietën tuaj ditore mund të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm dhe më të mbrojtur, duke evituar gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurisht që qepa është një prej alternativave më të mira ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve të shëndetit. Qepa është një përzgjedhje shumë e mirë që mund të ndikojë në shumë aspekte të vlerave të tij. Ekspertët kanë rekomanduar një zëri se njeriu duhet të konsumojë të paktën një qep çdo ditë. Sipas tyre, qepët e freskëta përmbajnë gjithashtu edhe substanca të mira ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve dhe në një nxitje më të madhe të rezistencës së organizmit. Ekspertët tregojnë se përfshirja e qepës në vaktet tuaja ditore mund të jetë gjithashtu një përzgjedhje shumë e mirë për të nxitur organizmin e shëndetshëm dhe për të lehtësuar edhe komplikacionet e tij. Sigurisht që qepa është një nga përfitimet me vlera të larta ushqyese, e cila mund të ndikojë në shumë aspekte të vlerave të organizmit. Përdorimi i saj me kujdes në përditshmërinë tuaj mund të nxjisë një organizëm të shëndetshëm. Janë të njohura thëniet popullore se ngrënia e qepës ju bën më të fuqishëm dhe më të shëndetshëm, dhe shkenca e ka vërtetuar atë. Por qepa është shumë e dobishme gjithashtu edhe në uljen e problemeve të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Sigurisht, përfitimet të tilla të qepës do të jenë një mundësi shumë e mirë e shëndetit tuaj në betejën kundër komplikacioneve. Ndaj, edhe në mënyrë të tillë, përfshirja e qepës në vaktet tuaja ditore mund të jetë me përfitime të larta. Qepa mund të ndikojë pozitivisht në rezistencën e trupit. Ajo mund të normalizojë kështu tensionin e gjakut. Specialistët pohojnë se qepa mund të forcojë gjithashtu edhe shëndetin e zemrës, të hapë oreksin dhe të largojë bakteriet të dëmshme që ndodhen në trupin tuaj. Qepa është e mirë kundër problemeve të anemisë. Ajo gjithashtu ngordh parazitët që ndodhen në zor dhe ndihmon që të keni një jashtëqitje më të shëndetshme dhe më efektive. Nxjerr jashtë të trupit substancat e dëmshme dhe pakson gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Ekspertët tregojnë se përfshirja e qepës në vaktet tuaja ditore mund të nxjisë një organizëm më të shëndetshëm edhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Ndaj, vlera të tilla të kësaj bime sigurisht që mund të jenë alternative çmuare shëndetit tuaj në betejën kundër komplikacioneve të ndryshme. Përfshirja e qepës në vaktet tuaja ditore mund të nxjerrë jashtë substancat e dëmshme dhe të paksojë lodhjen e trurit, të normalizojë gjithashtu edhe elementet e rrahjeve të zemrës. Ajo mund të parandalojë problemet e prostatës, ndalojë kollën dhe gjithashtu pastron edhe bronket. Është shumë e dobishme në krizat e astmës, ul edhe sasinë e sheqerit në trupin tuaj. Qepa ndikon gjithashtu edhe në efektet më të mira të sistemit tuaj urinar, të prostatës e të tjera. Studiuesit kanë treguar se qepa është një përfshirje shumë e mirë në dietën tuaj ushqyese dhe si e tillë mund të ndikojë në shumë aspekte të vlerave të trupit edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët shtojnë se sipas Spitalit Anderson, qepa mund të jetë një element shumë i rëndësishëm për të përfshirë në dietat tuaja ditore. Kështu ndikimi i saj në organizëm do të jetë më i plotë dhe më i fuqishëm. Cilësia e mrekullueshme që ka qepa është vënë në dukje gjithashtu edhe nga profesor Victor Greenwich, i cili zbuloi për herë të parë ndikimin e qepës në organizëm dhe përfitimet kryesore që merr shëndeti i njerëzit me përdorimin e saj. Përfshirja e qepës në vaktet tuaja ditore brenda rekomandimeve të duhura do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i dhuroni trupit tuaj edhe në betejën kundër komplikacioneve. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe konsumoni qepët e freskëta në vaktet tuaja ditore si një ndihmë mirë e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.